Të nderuar shikues, mirë mbrëma, jemi prapë në podcastin Okult, në Okult Konspiracion, ku do të flasim për një temë që e kemi titulluar Fundi i fundit të historisë. Çfarë është ky fundi i historisë, do ta shpjegojmë kur të fillojmë të trajtojmë temën. Para se të fillojmë trajtimin e temës, dua t'ju kujtoj të gjithëve t'i bëni subscribe, të ngrini dorën me gurin e Sizifit sipër, ta mposhni gurin e Sizifit, atje ku thot subscribe, tak një subscribe që të vëmë 10.000 shikues siç e kemi vënë në bastin ne këtu në redaksi, që do ta kalojmë dhe do ta festojmë me një tortë deri në fund të muajit. Ka ngelur dhe 10 ditë, janë dhe 600 subscribera që duhet t'i realizojmë. Në fakt ato mund të realizojmë për 5 minuta me gjithë ata miq që kam unë, por nuk e di çfarë lloj miq janë që s'bën një subscribe, një klik, një subscribe, nuk e kuptoj çfarë miq janë. Gjithashtu falenderojmë sponsorat tanë që dalin vazhdimisht në anët tona, të cilët bëjnë të mundur vazhdimin e këtij emisioni, sepse ne jemi qenie që duam të rojmë tamë, të pimë, të vishemi ashtu si dhe ju në punët tuaja. Kjo është puna tonë. T'ju japim informacione gratis dhe dikush paguan sigurisht mbi interesat e veta për t'i bërë reklam. I kemi përzgjedhur midis firmave të ndryshme të biznesit si lidera dhe që ne na duken që janë afër frekuencave tona. Kush dëshiron madhros shërbime nga ta, mjafton emrin në Google dhe hyn me një në kontakt. Gjithashtu ju rinjoftojmë se ne kemi dhe një website, një gazetë online të cilën mund ta klikoni në Google në okult.org dhe me njerë do të merrni lajme pa fund për aktualitetin, por dhe shkrime nga ato që i bën vetëm Elga Sikris, dhe aty keni dhe një rubrikë ku janë gjithë librat e shtëpisë tonë botuese, dhe me këtë numrin e telefonit që ne e japim këtu në krah, ju do të bëni kur të keni ndonjë porosi ose ndonjë sugjerim ose ndonjë pyetje, mund të shkruani mesazh, jo me telefon, mesazh në WhatsApp. Ne do ta shikojmë dhe në qoftë se shikojmë të arsyeshme, do t'ju kthejmë përgjigje dhe do komunikojmë. Njëkohësisht ju njoftoj që gjithë ata që duan ta shikojnë emisionin në titra, tashmë YouTube-i e lejon këtë mundësi me videot në gjuhën shqip. Mirë, fillojmë temën fundi i fundit të historisë. Mposhtja e agjendës së shpopullimit dhe aleanca sovrane kundër kultit Gaia, të cilin do ta shpjegojmë se çfarë është. Unë e kam përmendur dhe në emisione tjera se çfarë është kulti Gaia, po ata që s'më kanë ndjekur ose që duan informacione më të hollësishme se çka ka ndodhur, do ta ndjekin këtë emision që të kuptojnë lojën e madhe të diktaturës botërore kundër njerëzimit, numrit të madh të deleve ose të pulave që ata i konsiderojnë pakica diktatura botërore, e cila këto ditë ka realizuar dhe një sukses pas një dështimi të parë ku në Gjenevë gjatë një votimi në Organizatën Botërore të Shëndetësisë nga përfaqësuesit e gjithë shteteve, kanë abstenuar vetëm 16 shtete dhe shtetet e tjera, asnjë kundër, dhe shtetet e tjera kanë pranuar që menaxhimin e pandemive të radhës, sa herë ti teket Bill Gatesit të bëj vaksina, të shes vaksina dhe të smurin dhe të vrasin njerëzit në diktaturën botërore të vaksinave, këtë shtetet e ndryshme nuk do t'i menaxhojnë me politikanët dhe shtetet e tyre të zgjedhura, por do t'i menaxhojnë këta diktatorët që do t'i dërgojnë nga vendet të ndryshme të botës për llogari të OBSH-s, pra në krye të këtyre komiteteve të leshit që i quajnë ja unë, do të vinë dhe do të qëndrojnë një korean ose një vietnames ose një zi nga Etiopia që është i OBSH-s atje, dhe ai do jetë mbi qeverinë, mbi Ministrinë e Brendshme, që mbi policinë, do t'i urdhërojë ata, Ministrinë e Shëndetësisë do t'i ketë në kontroll sa herë që këta të planifikojnë pandemi të e radhës për të realizuar dora dorës vrasjen e lirisë së popujve të shumicës së njerëzve, por ne duhet të organizohemi dhe mos e kemi mendjen vetëm të shkojmë në parti, të bëjmë selfie edhe të nxjerrim atje ato pjatat me
peshk ose me mish që amë, sikur bëjmë ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Ne kemi ardhur në këtë jetë jo për botën materiale në radhë të parë, po kemi ardhur për një evolucion të botës shpirtërore. Ky është qëllimi ynë kryesor në jetë, të evoluojmë dhe të kemi një karmë pozitive që në rimishërimet e tjera që Zoti na bën këtu apo diku tjetër, ne të kemi një jetë më të lartë shpirtërore. Shpirtëroria është me lartë se sa materialja. Megjithatë, shqiponja është me dy kokë dhe me dy palkra, me një nuk fluturon tot dhe bie, por e para është shpirtëroria. Këtë s'duhet të harrojmë kur, dhe të gjithë ata që kanë botën shpirtërore dhe kulturore të parën duhet të organizohen sepse jemi në rrezik, sepse duhet t'i themi stop agendave të këtyre që duan të na eliminojnë dhe të na vrasin. Një nga agendat që këta duan të na vrasin është pikërisht teoria e fundit të historisë të një shkrimtari që quhet Francis Fukuyama, i cili ka qenë mi kryesor, ideologut kryesor të Partisë Republikane Zbigniew Brzezinski, i cili ka shkruar librin e tij të famshëm Epoka teknetronike dhe roli i Amerikës në këtë epokë midis dy epokave pra. Amerika dhe roli i saj në erën ose në epokën teknetronike. Zbigniew Brzezinski, të do të shikojmë me radhë. Të lutem foton e parë ku janë disa nga idhtarët më të mëdhenj, këtu është princi Filip dhe disa idhtarë të tjerë të shquar president të UNESCO-s midis këtyre tre fotove dhe do t'i shpjegoj më vonë se kush është. Do të flasim për aleancën sovrane kundër kultit Gaia. Si është krijuar kulti Gaia? Dihet që Gaia është nëna tokë në mitologjinë e lashtë greke. Si ka ndodhur krijimi i këtij kulti? Në vitin 1992 deri në vitin 2013 doli një agendë strategjike që u quajt fundi i historisë dhe kjo mori famë në të gjithë globin teoria e Francis Fukuyama. Ky është një i vetë quajtur neokonservatori, lutem foton tjetër regjia, ja dhe titulli i librit të Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, fundi i historisë dhe njeriu i fundit. Teza e tij për fundin e historisë u bazua në shkrimet e autorit në shkrimet e erpashershme që ai bën, të cilat u finalizuan me këtë libër. Ky është autor neokonservator ose transhumanist dhe ky ka pohuar në fakt se rënia e Bashkimit Sovjetik në vitin 1990 nuk kuptonte që epoka bipolare që kishte kontrolluar botën dhe që karakterizonte luftën e ftohtë tashmë ishte zvendësuar nga një epokë e re e menaxhimit unipolar të tokës nga një klasë mjeshtërore, elitare, e pazgjedhur, e pavotuar. Dhe miku i ngushtë i Fukuyamës, siç u thashë, neokonservatori, teoricieni kryesor i Partisë Republikane Katoliku Zbigniew Brzezinski, e kishte përcaktuar më parë këtë litë në librin e tij. Ju lutem regjia foton e librit Epoka teknetronike e Zbigniew Brzezinski. Ja ku është Zbigniew Brzezinski, i cili ka vdekur para disa vitesh dhe vajza e tij është një nga liderët e ideologjive të Partisë Republikane përsëri. Brzezinski ka theksuar në këtë librin e tij se epoka e re do të shikonte shfaqjen graduale të një shoqërie më të kontrolluar, jo kaq e diversifikuar, sa që ka qenë deri tash. Ky libër është shkruar në vitin 1970 dhe thotë se shoqëri të tilla do të dominoheshin nga një elitë e pakufizuar nga vlerat tradicionale.
në librin e tij Brzezinski e bëri të qartë se shteti komp si njësi themelore e jetës së organizuar të njeriut, në fakt sot ai ka pushuar së qeni forcë krijuese, forcë kryesore krijuese. Ai thotë se bankat ndërkombëtare dhe shumë korporatat shumë komshe do vepronin dhe planifikonin në terma që janë shumë më përpara se konceptet politike të shtetit komp. Pra, ky ka qenë një pararendës i globalizmit. Ai theksonte se kjo masterclass që do na qeveriste i shtetet kombëtare ose kjo masterclass post-kombëtare do të vepronte nëpërmjet funksionimit të agjensisë së përbashkët të partive të ndryshme politike kryesore, të majta dhe të djatha në të gjithë botën perëndimore transatlantike, si sundimtarët e majtët të dalë nga Rryma dhe nga shkolla e Fabian Society, ose shkolla Fabian që janë të mbledhur rreth Universitetit London School of Economics, ja u kam shpjeguar shumë herë, dhe nga shkolla e Oxfordit Rhodes Scholarship, ndërsa nga ana tjetër do të ishin neokonservatorët e djathtë që mund të njihen edhe me termin trotskist ose straussian. Dhe këta do të ishin të aftë të dy palët të përdornin gënjeshtra fisnike dhe luftë psikologjike për t'i mbajtur viktimat e tyre të friksuara, ignorante dhe të vetë kënaqura duke u marrë me shkuma party dhe me selfie edhe duke treguar rrobat e modës, kush i kishte më të shtrenjtat, çantat, aksesoret, varset, kush i kishte më të trasha, kush i kishte me florim më cilësor, kush kishte veshur rroba më firmato. Pra këta krijuan atë që quhet një fe e përshtatshme për sklevrit modern, që nga kohët e lashta është kuptuar se asnjë strukturë politike nuk mund të funksionojë vetëm përmjet përdorimit të forcës. Dhe kështu këta inxhinier social modern, si këta dy që ju përmenda, përgatitën skemën e rendit të ri botëror. Këta e dinin gjithashtu Fukuyama se në këtë epokë të fundit të historisë do të nevojitej një sistem i ri fetar për ta mbajtur bagëtinë njerëzore të bindur dhe të kontrolluar. Kjo fe e rendit të ri botëror, hiqeni foton dhe vendosni foton tjetër, kjo fe e rendit të ri botëror do të quheshe Mother Gaia. Ja ku keni një foto karakteristike që është kombinim i epokës së lashtë greke dhe i kohëve moderne. Ajo është Mother Gaia, e cila është zënë shtatzan me globin e tokës. Këta sollën të njëjtin adhurim të nënës tokë që kishin paganët dhe kultet e vjetra të paganëve, por këta kishin një ndryshim, sepse këta në ndryshim nga kultet e mëparshme të adhurimit të nënës tokë, në kohën e Romës së lashtë, në kohën e Persisë, Babilonisë, Greqisë së lashtë, ky variant i shekullit të 21 do të kishte një pamje shkencore dhe do të bazohej në terma si zvogëlimi i gjurmëve të karbonit, zhvillimi i qëndrueshëm, përshtatja ndaj kapacitetit mbajtës të njerëzimit ose ndalimi i ngrohjes globale. Objektivat e zhvillimit të mijëvjeçarit TOKB-s, që u transferuan dhe në atë që quheshe Agenda 21 apo Agenda 2030, si dhe ajo që quhet Karta e Tokës, bën shumë për të legjitimuar konceptet pseudo-shkencore të Mother Gaias në doktrinat ligjore ndërkombëtare. Adhuruesit më të mëdhenj dhe ata që futën këtë lloj filozofie në thonjza kanë qenë njerëz me ndikim të madh në botë të mbështetur nga elitat botërore, si Maurice Strong, një ish kanadez, Stephen Rockefeller, madje ata peshkuan në fund të viteve
80 dhe fillimin e viteve 90, sidomos kur u mbajt zhvillimi mijëvjeçar i OKB-s në Rio të Brazilit në vitin 92, u peshkua dhe Mendeleti Gorbaçov duke e futur në skemat e tyre për ta përdorur për propagandë në vendet ortodokse lindore të Evropës lindore. Strong ishte në fakt një ndjekës i përkushtuar i fesë Gaja gjatë gjithë jetës së tij, madje ai bëri thirrje dhe për krijimin e një dite botërore të nënës tokë ose të Gajas, si një festë ndërkombëtare që do festonte inaugurimin e konferencës së OKB-s për zhvillim të qëndrueshëm, që u përmenda që është mbajtur në vitin 92, të cilin pikërisht ky person drejtoi ose kryesoi. Gjatë viteve që pasuan, shtetet kombëtare patën presion të madh duke u tredhur në altarin e fitimit të luftës kundër ngrohjes globale. Ju lutem ndroni foton, vendosni një foto tjetër ku ndodhen dy personat që u përmenda, Maurice Strong dhe Mikhail Gorbaçov, në takimin në Rio për zhvillim të qëndrueshëm që është bërë, ose takimi i mijëvjeçarit, që çfarë do bëhet për 1000 vjet në çfarë politika do ndiqe në drejtim të ruajtjes së tokës, në politikat ekologjike, në drejtim të ruajtjes nga ngrohja globale dhe pralla dhe gënjeshtra të tjera, nga ruajtja ndaj gjurmës së karbonit dhe pralla të tjera që këta që kanë krijuar të fenë ekosistemit ose ekogenocidit, si mund ta quajmë, për të vrarë njerëzimin, kam përhapur në të gjitha shtetet e tjera ku papagajt e verbuar kanë filluar t'i besojnë dhe nëpërmjet literaturës dhe librave të shkollës kanë filluar t'i besojnë me trurin e tyre, jo dyshues dhe të vogël sa të një peshku. Gjithnjë e më shumë nga shtetet kombëtare, këta presin që të veprohet vetëm në përputhje me bordet e pazgjedhura që kontrollojnë këta në OKB dhe shpesh anonim të ekspertëve, të cilët kërkojnë shkurtime drastike të standardeve të jetesës me qëllim gjoja ndalimin e ndryshimeve klimatike. Por duhet ditur që luftëtarët kryesor, ishe foton, luftëtarët kryesor për këtë agjendë të madhërgajas janë bankierët. Këta që ne tregojmë, këta janë frontmen, njerëz të zgjedhur prej tyre për përfitime shumë të rëndomta materiale. Ka pasur bankier të tillë si Mark Carney, dhe i sapo zgjedhur i kryeministër i Britanisë, që është një nga mostrat më të rrezikshme që elita botërore sot ka në një pozicion të lartë, ish guvernatori i Bankës së Kanadas dhe ish guvernatori i Bankës së Anglisë, një nga njerëzit kryesor i caktuar në Organizatën e Kombeve Botërore për atë që quhet agenda jeshile. Gjithashtu, njerëz bankierë të ndryshëm, si Mario Draghi në Itali, i cili u zgjodh sa kohë kryeministër pikërisht nga elitat bankare për të futur agendat green agendat jeshile, dhe për të krijuar atë që quhet në shtetet kombëtare marrëveshjet e gjelbra dhe dekarbonizimit, duke ignoruar faktin se CO2-ja është ushqim bimor dhe molekula e karbonit është forca kryesore lëvizëse pas jetës. Sa më shumë të ketë dioksid karboni, aq më shumë bota bëhet jeshile. Shtohen pemët, sepse ne e dimë që pemët thithin dioksid karboni dhe ushqen me ta dhe çlirojnë oksigjen duke na pasuruar në ajrin. Madje ky shekull i fundit që ka çlirim më të madh të dioksidit karbonit ka njojtur një rritje më të madhe të florës në shumë vende të botës. Mirë po, këta nuk i kishin parashikuar të gjitha, me sa duket, sepse plani pati një të qarë.
Në vitin 2013, disa vende të Eurazisë, ku përfshiheshe Kina dhe Rusia, deklaruan se nuk do zbatonin agjendat e shpopullimit që drejtoheshin nëpërmjet agjendës së Mother Guys. U deshën disa vite që këto dy vende të binin dakord dhe të fitonin një forcë të mjaftueshme për t'u kundërvënë vendosmërisht oligarkisë financuese që kontrollonte vendin ku është koka e gjarfrit. Kush është? City of London. Ti e the, se thash unë. Por dhe Wall Streeti ka qenë një qendër e kokës së dytë të gjarprit, ku janë e njëjta elitë financiare botërore, por me qendrën kryesore City of London. Dhe këto dy shtete, Kina dhe Rusia, pohuan se nuk do ta luanin agjendën e rendit të ri botëror të ndjekur nëpërmjet agjendës së Mother Guys. Këto kombe filluan të rrisnin ndikimin e tyre përmes institucioneve të reja që ato krijuan, siç është BRICS, Organizata e Bashkëpunimit të Shangajit, por dhe në G20 ato filluan të punonin për të pohuar pushtetin e tyre sovran, për të mbrojtur popujt e tyre nga kërkesat grabitçare të oligarkisë financiare, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër artonin plane për agjendën më të madhe të rritjes dhe fuqizimit të prodhimit të mallrave nga industria. Duhet përmendur forma e iniciativës kineze Një brez, një rrugë, e cila u anonçua për herë të parë në vitin 2013 dhe kjo u integrua në Unionin Ekonomik Aziatik, tu dhe hequr nga Rusia, dhe në atë që quhet modernizimi i rrugëve të reja të mëndafshit nga Azia në Evropë. Ju lutem regjisë artën ja ku kini gjithë damarët kryesor të rrugëve të mëndafshit të cilat kalojnë nga Azia në Evropë. Mund t'i shikoni me kujdes se ku janë këto deg. Njëra deg kalon nga Ulan-Batori dhe Moska, që është qendrorja, dhe del në Evropën perëndimore, duke kaluar në zonën e Gjermanisë, jugun e Hollandës, vendet e Beneluxit, duke zbritur deri në Spanjë dhe Portugali. Pjesët e tjera mund t'i shikoni me kujdes, ku janë dhe rrugët detare, ato që janë me blu dhe që lidhin lindjen me perëndimin në krah të djathtë, kini dhe korridoret ekonomike me një rend alfabetik që mund t'i lexoni me kujdes, me ngadalë në krah. Me këtë iniciativë të vitit 2013 u vu ose u instalua një lojë e re që odhi poshtë shpopullimin dhe mbrojti pushtetin sovran kombëtar, si një armë që të frenonte ndikimin e kolonës së pestë ose të deep state-it, e cila është dëshmuar nga përplasjet e ndryshme të Putinit me oligarkët rusë, ndërsa Kina ka goditur mbi 4.7 milion zyrtar të korruptuar, të cilët kërkonin të zbatonin si deep state agjendat e City of London, dhe kjo ka ndodhur vetëm në kohën kur ka ardhur në pushtet Xi Jinping. Në kundërshtim me logjikën e sistemit të mbyllur të lobit të fundit të historisë për depopullimin të Fukuyamës, kjo paradigmë e re e sjell nga Rusia, Kina dhe disa vende të tjera aziatike dhe vendet e BRICS-it, pa një program të menduarit për sistemin e hapur që nga viti 2013, i cili është bazuar në idenë se bashkëpunimi, progresi i përparuar industrial dhe të menduarit afatgjat janë rrugët më të mira drejt sigurisë, se sa rrugët për të bërë bombardime periodike mbi kombet, e cila ka vazhduar që nga epoka e gurit. Gjithashtu këto vende filluan të shihnin një rivendosje të shëndetit mendor që e sfidoi kultin Gaia të City of London shekullit 21, i cili është përpjekur të demonizojë modelimin kompjuterik që e përdor karbonin si zhvillim të jetës. Me shfaqjen
e lëvizjes MAGA, që ishte një lëvizje tjetër, ose Make America Great Again, të bëjmë Amerikën përsëri të madhe nga ana e nacionalistëve amerikanë, me në krye presidentin Trump, mund të shikojmë përsëri një refuzim të ngjashëm të ekogenocidit që ofronte shpresë se një aleancë koordinuar, pra kjo lëvizje e MAGAs, sjell shpresë se një aleancë koordinuar e kombeve me mundësi të përafërta mund të jetë në gjendje të thyej kontrollet e lobit të madhërgajs ose të lobit të shpopullimit, që kërkon shpopullimin. Ka njerëz që mund të qeshin nga këto ide, por fali o Zot se s'din se ç'bëjnë. Megjithatë, shërimi i plagëve të shkaktuara nga disa breza shpëlarje truri që është bërë me këtë fundin e historisë së Fukuyamës ose me këto teoritë e gjelbra të Maurice Strong, nuk është aq e thjeshtë të t'ja u rregullosh trurin dhe t'ja u shpjesh në vend dhe t'i shpërlash nga idetë idiote që ju ka ngulitur në për shkolla dhe në për libra dhe në për revista pseudoshkencore. Kultet fetare të adhuruesve modern të Gaias sot përfaqësojnë një lëvizje të rrezikshme që kur nuk do të heqë dorë lehtë nga obsesioni i tyre për të shpëtuar natyrën nga njerëzimi. Pra, njerëzimi është problemi, njerëzimi është bërë kancer i tokës dhe ne nuk jemi të shpëtojmë njerëzimin, por ne jemi të shpëtojmë Gaian. Këta pra nuk do të heqin lehtë dorë nga obsesioni tyre për të bërë antar të dobishëm të specieve njerëzore. Pra, për ta vlerësuar këtë eko-lëvizje dhe rrezikun që ajo paraqet për qytetarët liridashës kudo në botë, është e nevojshme të kujtojmë pak historinë nga erdhi kjo dashuri e madhe për madhërgajen, për ruajtjen e temperaturave dhe të agjendave jeshile që, siç e tham, janë në një pozicion shumë të mirë pas rritjes së dioksidit karbonit, sepse karboni është baza e jetës. Presioni aktual për ta transformuar të gjithë botën në realitetin e padiskutueshëm të ngrohjes globale të shkaktuar nga njeriu, sipas teoricenëve të madhërgajas, e ka origjinën e tij të vërtetë nga teoritë maltusiane të viteve 1968-1972. Po çfarë ka ndodhur në këto vite në lidhje me teoritë e Maltusit? Në këtë dihet se Maltusi theshte që njeriu është problemi dhe njeriu rritet në numër në progresion gjeometrik, ndërsa të mirat materiale në progres aritmetik. Por sa më shumë që shtoheshin njerëzit, aq më shumë shfaroseshin të mirat materiale dhe mund të shfarosej nëna tokë, dhe për të shpëtuar tokën duhet të vriteshin njerëzit të kafshët. Në këtë interval të shkurtër kohor që unë përmenda, pra në vitin 68-72, pati një eliminim të udhëheqësve të cilët ishin pro zhvillimit dhe kundër agjendave që kishte bërë elita botërore financiare për zhvillim zero. U vranë njerëz të tillë, u eliminuan si John Kennedy, Enrico Mattei, inxhinieri shkruar italian i cili u vra në avion me një bombë, Charles de Gaulle, Martin Luther King u vra, Bob Kennedy u vra, ish kandidati pas vdekjes së të vllajt për president, babai i sekretarit sotëm të shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara në kabinetin Trump 2, Bob Kennedy Jr. Bota mbas eliminimit të këtyre u mbush me shumë mashtrues, por dhe me frikacak ndaj establishmentit mbas këtyre vrasjeve. Këto mjete sollën një ndryshim të shembullit apo të paradigmës drejt konservatorizmit në thonjza dhe u hodh poshtë etika e rritjes industriale që përcaktonte qytetërimin perëndimor deri në atë moment. Kjo ringjallje maltusiane
ju përgjigj në fakt sfidës së paraqitur nga presidenti i shoqërisë eugenike dhe themeluesi i UNESCO-s Julian Huxley, i cili është në fakt vllai i Aldous Huxley, i cili ka bërë dhe ky një libër të tmerrshëm Orwellian. Madje mund të themi se George Orwelli ishte një nxënës i Aldous Huxley, i cili shkroi librin Viti 84 dhe librin Ferma e Kafshëve, ndërsa Aldous Huxley, vllai i Julian Huxley, të cilit i kemi zgjedhur disa citate, ka shkruar librin e tij Bota e re e guximshme, The Brave New World, ku ai tregon se si do të punojnë në këto mitrat artificiale laboratorike, të cilat do të jenë me miliona dhe me një pikë sperme, mashkulli original, mund të prodhoheshin miliona binjak të ngjashëm, të cilët do të dalloheshin vetëm nga numrat që do t'ju stampoheshin në kuris. Dhe këta do të ishin sklevrit të cilët do të kontrolloheshin si pulat në laborator, se sa do të prodhoheshin dhe se si do të jetonin të ndarë në për konvikte dhe pa familje dhe pa aftësi riprodhuese seksuale, të cilat do t'i kishte vetëm elita e vogël që do kontrollojnë njerëzit. Këto pra janë agendat e tmerrshme të këtij grupi që quhet Round Table në Britani dhe që ka krijuar kudo ato që ne i quajmë Deep State. Vetëm në Britani s'ka Deep State. Ja çfarë thotë Julian Huxley, i cili ju thash është presidenti i shoqërisë eugenike dhe themeluesi i UNESCO-s mbas luftës së dytë botërore. Ky ka shkruar në vitin 46. Do të kërkohet bashkimi politik i të gjitha krave në një lloj qeverie të vetme botërore. Edhe pse çdo politikë radikale eugenike do të jetë pamundur për shumë vite përballë masës së madhe të njerëzve politikisht dhe psikologjikisht, do të jetë përsëri e rëndësishme që UNESCO të sigurohet që problemi eugenik të fillojë të shqyrtohet me kujdesin më të madh dhe që publiku dhe mendja e tij e leshtë të fillojë të marrë informacion për çështjet që ne kemi në lojë, në mënyrë që shumë gjëra që tani janë të paimagjinueshme të bëhen të paktën të mendueshme. Një vit pasi bota kishte kuptuar tmerret e eugenikës naziste, pra në vitin 46, ju thash, janë këto shprehje të Julian Huxley. Pra, një vit mbasi bota kishte kuptuar tmerret e eugenikës naziste, Huxley dhe bashkëpunëtorët e tij të elitës anglo-amerikane që në fakt e financuan Hitlerin, kishin një punë të madhe për të pastruar imazhin e eugenikës dhe për ta ripaketuar atë në një emër tjetër. Do të flasim pak për klubin e Romës dhe ndroj foton, ju lutem regjia, për klubin e Romës dhe fondacionin e natyrës. Dihet se klubi i Romës është krijuar në vitin 1900, ja ku keni dy foto të themeluesve, ku në një krah është Aurelio Pecei, në krahun e djathtë dhe në krahun e majt është Sir Alexander King. Aurelio Pecei duhet thënë që klubi i Romës është ai që vendos shinat e depopullimit, ndërsa klubi Bilderberger është qeveria që fut lokomotivën dhe nget lokomotivën në shinat që ka vendosur klubi i Romës. Aurelio Pecei ka qenë një këshilltar dhe drejtues i lartë i kompanive të Gianni Agnellit në Itali, i cili kishte kohë që bashkëpunonte me David Rockefellerin, kurse Alexander King është një
personazh shumë i njohur në Britani me detyra të ndryshme. Në fakt, unë kam përzgjedhur historianin William Engdahl, i cili ka shkruar disa fjalë për origjinën e klubit të Romës. Ja çka thënë ai. Në vitin 1968, David Rockefeller themeloi një grup mendimtarësh neomalthusian, klubin e Romës, së bashku me Aurelio Peccei dhe Alexander Kingun. Ose Alexander King. Aurelio Peccei ishte një menaxher i lartë i kompanisë së makinave Fiat në pronësitë familjes së fuqishme italiane Agnelli. Gianni Agnelli Fiat ishte një mik i ngushtë i David Rockefeller dhe antar i komitetit këshillimor ndërkombëtar të bankës Chase Manhattan të Rockefellerëve. Agnelli dhe David Rockefelleri kishin qenë miq të ngushtë nga viti 1957. Agnelli u bë antar themelues i Komisionit Trilateral të David Rockefellerit në vitin 1973. Alexander King ka qenë kreu i programit shkencës të OECD-s ose ish Bashkimit Evropian, po Këshilli i Bashkimit Evropian, ku ishin vende më shumë vende se sa Bashkimi Evropian, dhe ky thuhet që ishte gjithashtu një konsulent i NATO-s. Këto janë fjalët që ka thënë historiani William Engdahl. Ky think tank, se kështu u krijua si një organizatë jo qeveritare, si një organizatë që do të jepte mendimet e veta në lidhje me agendat e popullsisë, u themelua në fakt nga dy malthusianët që ja u përmenda, Aurelio Peccei dhe drejtori i përgjithshëm i OECD-s për çështjet shkencore, Britaniku Sir Alexander King, të cilët i shpallën botës një ungjillë të ri. Epoka e progresit shkencor dhe rritjes industriale duhet të ndalet në mënyrë që bota të rivendos vlerat e saj në një paradigmë të re të rritjes zero teknologjike. Madje dhe një kryeministër, ju e dini se kush është rrëmbyer dhe është zhdukur nga ato që u quajtën Brigada Rossi, një kryeministër italian që s'po më kujtohet emri i tij tashi, dhe këta pikërisht e kanë ekzekutuar Rockefellerët, por sidomos me ndërhyrjen direkte të ish-sekretarit të shtetit. Këta të paktën e deklarojnë të Henry Kissingerit, e deklarojnë të afërmit e vet. Ne mund të ilustrojmë një shembull. Njerëzit që mendojnë dhe dëshirojnë të zbusin demet, për shembull, nga përmbytjet në një zonë të caktuar, kërkojnë të ndërtojnë një digë, por këta mbrojtësit e Madhërgajës shtojnë se kjo shkakton prishjen e biodiversitetit të rajonit dhe ky është një problem, pra duhet të mendojmë për tokën, jo për njeriu. Ose një shembull tjetër, për shembull, që mund t'ju jap unë. Njerëzit për shembull dëshirojnë forma më të mira të energjisë dhe kërkojnë të përdorin për shembull energjinë atomike duke shfrytzuar strukturën e atomit, dhe kjo çon në shfrytëzimin e energjisë bërthamore. Mirë po lindin probleme të reja, si kjo lloj teknologjie mund na çojë drejt bombave atomike bërthamore dhe mbetjeve bërthamore. Ky është problem se ndotet toka dhe rrezikohemi nga përdorimi i armëve bërthamore. Ose një shembull tjetër, zbulohet për shembull një kurrë për malarjen për një kom të varfër. Me përdorimin e kësaj kurre, shkalla e vdekshmërisë bie, mirë po rriten nivelet e popullsisë dhe kjo shkakton presion mbi mjedisin, pra mbi Madhërgajen, dhe kjo nuk duhet të ndodhë, pra këta nuk duhet të shërohen, por të lihet të vdesin. Dhe ne mund t'ju paraqitnim një listë të gjatë me shembuj të ngjashëm. Këta thonë që kjo shkakton një problem, pra problematik. Dhe një përkrahas, për shembull, i teorisë së problematikës për ndikimin mbi ambientin, këta ambientalistët, fiksohet mbi çdo problem tjetërson të shkaktuar nga njerëzit që përpiqen naivisht të zgjidhin problemet. Këta problematikët ose ambientalistët do të vinin dhe se çdo ndërhyrje njerëzore çon në çekuilibër dhe si rrjedhojnë në paparashikueshmëri
Mendja e këtyre ambientalistëve do të arrinte në përfundimin se nëse eliminohej problemi që shkakton të gjitha problemet, atëherë do të kishim një botë të pastër dhe të përcaktuar me një përsosmëri dhe si rrjedhoi do të ishte e parashikueshme mbrojtja e saj, pra duhet të goditet njeriu. Raportimet mbi rritjen e agjendës së problematikës botërore që organizoi klubi i Romës në vitin 1972 me një deklaratë që bëri zëvendës kryetari i OECD-s dhe antari i klubit të Romës, që unë e kam përzgjedhur, që quhet Hugo Thiemann, i cili ka deklaruar në një gazetë. Në të kaluarën kërkimi kishte për qëllim të kuptuarit me besimin se kjo do ta ndihmonte njerëzimin. Pas një periudhë evolucionit teknologjik të bazuar në këtë supozim, ky besim nuk u konfirmua pozitiv nga përvoja. Tani po zhvillojmë një konflikt serioz midis dimensioneve planetare dhe popullsisë, kështu që fizikantët duhet të ndryshojnë për të marrë në konsiderat nevojat e ardhshme. Politika shkencore duhet të udhëhiqet nga ruajtja e biosferës. Kjo organizat, pra Klubi i Romës, krijoi shpejt deg në të gjithë botën anglosaksone me antarë dhe me ideologë të zgjedhur nga komuniteti politik, nga komuniteti biznesit dhe shkencor, të cilët të gjithë binin dakord se forma më e mirë e qeverisjes së shoqërisë ishte një diktaturë e shkencëtarëve. Alexander King në fakt ka shkruar: në kërkim të një armiku të ri që të na bashkonte, na lindi ideja se ndotja, kërcënimi i ngrohjes globale, mungesa e ujit, uria dhe gjëra të tilla të ngjashme do ta përmbushnin këtë problem. Të gjitha këto rreziqe shkaktohen nga ndryrja njerëzore dhe vetëm nëpërmjet ndryshimit të qëndrimeve dhe sjelljes ato mund të kapërzehen. Pra armiku i vërtet është vetë njerëzimi, deklaronte Alexander King. Për të financuar këtë ndryshim modeli ose paradigme, Fondi 1001 u themelua në vitin 1970 nga princi Bernhard i Holandës, i cili është dhe themelues i klubit të Bilderbergut. Bernhard, i cili ka qenë nazist dhe themelues i grupit të Bilderbergerit, siç u thash në vitin 1954, kishte punuar për krah bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë, mizantrop si princi Philip Mountbatten dhe Sir Julian Huxley, për të krijuar fondin botëror të jetës së egër. Edhe njerë foton e fillimit që ju thash që do t'ju tregoj se kush është. Pra janë këta tre mostra: princi Philip Mountbatten, që është në mes, princi Bernhard, që është mbreti në fakt i Hollandës, dhe Julian Huxley, janë të tre në foton. Plani i tyre ka qenë i thjeshtë: secili prej 1000 antarëve themelues duhet të vendoste $10,000 në fondacion, të cilat më pas u drejtuan për ndryshimin e paradigmës së gjelbër ose fesës së gjelbër. Në krah të majtë, pra, siç u thash, është princi Bernhard, ai që ka të çibukun, në qendër është princi Philip dhe në të djathtë Sir Julian Huxley, vllai i mostrës tjetër Aldous Huxley, të cilët janë fabianistë dhe janë antarë të ideve të majta në paraqitje, por në fakt ata nuk janë as të majt, as të djathtë, ata janë ca globalistë të cilët bazohen ke agendat e priftit Robert Malthus, librin e cilit e ka botuar shtëpia ime. Botuesa është libri i parë me të cilin unë kam hapur botimet, është libri i përkthyer nga unë dhe që është një libër që çdo njeri duhet ta lexojë si një nga librat fundamental në historinë njerëzore, ashtu si manifesti i Partisë Komuniste apo si Mein Kampfi
apo si Republika e Platonit është dhe ky libër i rëndësishëm, i cili në fakt nuk është shkruar nga Robert Malthus, por është shkruar nga një grup elitarësh i RIAS, Royal Institution Affairs. Antar të tjerë të shquar të klubit 1001, që ja u përmenda më lartë, që është Fondi Botëror i Jetës së Egër, përfshinin mbretër, miliarderë, sociopat, teknokrat, që nuk donin gjë tjetër veç se ta menaxhonin këtë botë të re si alfa e qëllimeve të tyre për ta ruajtur dhe për të siguruar agendën jeshile dhe agendën kundër ngrohes globale, e cila është një mashtrim. Shumë nga këto figura që bënin pjesë në klubin 1001 ishin gjithashtu antar të klubit të Romës, siç ishte kanadezi Maurice Strong, i cili më vonë u bë zëvendës president i World Economic Forum në presidencën e princit Filip. Këtu më pas regjeu lutem një foto të mostrës tjetër kanadeze, Maurice Strong, ja ku e kini që ja u kam dhenë. Ky kishte zvendësuar një tjetër nën president të World Economic Forum me emrin Louis Mortimer Bloomfield. Bloomfield ishte antar i klubit 1001. Në fakt, prokurori i distriktit të Orleans, Jim Garrison, zbuloi se ishte në zemër të vrasjes me bazë në Montreal të presidentit anti-malthusian John Kennedy në vitin 1963. Pra, Bloomfield janë kanadezë dhe këta, dhe janë familja kryesore mafioze që ka bërë gjithë kontrabandën e alkoolit gjatë kohës së prohibicionit në vitet 1930, e lidhur është gjuish nga Kanadaja dhe i lidhur me atë që quhet Purple Gang, ose mafjen e përpurtë, mafjen qifute, e cila ndërhyri në parlament për të ndaluar alkoolin me qëllim që ta tregtonin vetë dhe ta kontrabandonin vetë, pavarësisht se hyn në lojë edhe banda të tjera si banda e Al Capones. Dokumenti që u bë bibla dhe plani kësaj lëvizje të re antihumaniste, që lindi agendën e sotme të marrëveshjes së re të gjelbër, titulloi Kufit e rritjes, që është një libër i shkruar në vitin 1972 dhe sot mban rekordin si libri më i lexuar mbi ekologjinë, i shitur mbi 30 milion kopje dhe i përkthyer në 32 gjuhë. Ju lutem regjia, ishni librin, ja ku është libri Limitet e rritjes, i cili është një libër i përbindshëm. Gjatë festimit të 40 vjetorit të librit, në një artikull deklarohej se ky libër ka ndihmuar në lançimin e modelimit modern kompjuterik mjedisor dhe ky filloi debatin ton aktual mjedisor të fokusuar globalisht. Pas limiteve të rritjes, ambientalistët, shkencëtarë dhe politik berësit i menduan gjithnjë më shumë problemet ekologjike në terma planetar dhe të ndërlidhura dinamikisht. Ja vlen të rishikojmë limitet e sotme, sepse më shumë se çdo libër tjetër, libri Limitet e rritjes, më shumë se çdo libër tjetër, prezantuan konceptin e ndryshimit klimatik antropocentrik ndaj një audience masive. Vetë libri në fakt ishte kulmi i një studimi 2 vjeçar të ndërmarrë nga një ekip statistikcienësh në drejtimin nominal të Jay Forrester dhe Dennis Meadow. Familja Meadow dihet që është nga familjet kryesore të tregtisë opiumit me kinën. Ndërsa Forrester vdiq në vitin 2016, Meadow është ende gjallë dhe kohët e fundit ai ka ndarë vizionin e tij për një të ardhme ku maksimumi vetëm 1 deri 2 miliard njerëz do të kenë licencë për të ekzistuar
prej një oligarkie sunduse. Prandaj njerëz hapni syt se këta sociopat të çmendur që kanë shumë mjete në dorë dhe shumë shkencëtar që i përdorin me paga mund të thurin në çdo moment intriga ndaj nesh. Duhet të jemi vigjilent të reagojmë. Jo shkuma party gjithë ditën, jo selfie, jo tangëlliqe në përjetet sociale dhe qëndrime të gjata në përpabe, po të diskutoni se si të shpëtojmë. Jemi në një kurt, në një lak, janë duke na e mbyllur lakun, duke na e shtrënguar. Vigjilent të miqtë e mi. Studimi i klubit të Romës në vetvete nuk filloi në SBA, por në Montebello, në Quebec, në vitin 1971, kur mbështetësi i klubit të Romës, Pierre Trudeau, babai i këtij mostrës që iku kryeministrit Trudeau, ndau paratë e taksapaguesve për të filluar projektin. Pra mori lekët e taksapaguesve kanadez dhe financoi studimin për të bërë këtë libër monstruoz pasardhës të denjët të librit që ju thash të Thomas Malthusit. Një rrjet studiuesish të Rhodesit dhe këshilltarëve privat, Rhodes Scholarship, dhe këshilltarëve privat të përqendruar rreth Alexander King, Maurice Strong, Maurice Lamontagne, themeluesi i Environment Canada, domethënë i lëvizjes ambientaliste të Kanadas, Michael Pitfield, që ka qenë sekretari i këshillit privat dhe themelues i think tankut me akronimin CSIS të Kanadas, dhe guvernatori përgjithshëm Roland Michener, midis të tjerëve të cilët kishin kryesuar takimin ku u promovua dhënia e fondeve dhe krijimi i kushteve për të botuar këtë libër, The Limits to Growth, limitet e rritjes. Kur fondet kanadeze e kryen rolin e tyre, projekti vazhdoi të merrte fonde nga fondacioni Volkswagen, i cili kishte mbështetje edhe ndaj nazistëve në kohën e luftës së dytë botërore dhe në fakt duhet i kishte bërë këta statisticienët që shkruan këtë librin, limitet e rritjes, duhet i kishte bërë të ndiheshin çik në siklet. Mirë, foton tjetër ku është Sir Alexander Kingu, ja ku ashtu në krahun e majtë, dhe modeli i prodhuar nga limitet e rritjes të klubit të Romës, që parashikon gjoja një fund apokaliptik të botës deri në vitin 2000. Sa mashtrime kanë bërë këta, do mbaroj nafta, do bëj kështu, do bëj ashtu, këta i bënin të gjitha këto. Ja, fundi apokaliptik i botës në vitin 2000, ja ku i kini, do me thënë, mbas 30 vjetësh ta parashikonin, fund apokaliptik, thjesht sa mashtrus. Pra, shkurtimisht këta janë malthusianë, antarët e klubit të Romës dhe World Economic Forum, dhe këta në fakt e quajnë veten, e mbajnë veten se janë neo-malthusianë, duke ju referuar ideologjisë popularizuar nga Thomas Malthusi, sepse këta gjoja i referojnë termave shkencor në propagandimin e ideve e fesë së tyre, ekofesë. Eseja e Malthusit në fakt që shkruar në vitin 1799 se mbi parimin e popullsisë, vëre me pesimizëm se popullsia njerëzore, siç u thash, rritet geometrikisht, ndërsa prodhimi i ushqimit rritet aritmetikisht, duke çuar kështu në mënyrë të pashmangshme në një pikë krize të mbipopullimit. Kjo pikë krize krijon një bazë matematikore për konceptin që më vonë u quajt kapaciteti mbajtës. Pra, sa mban toka, sa njerëz, nga autorët e librit që u shpjegova, limitet e rritjes. Sigurisht në vend që t'i lejonin bagtit njerëzore të zhvillonin mendjet e tyre me qëllim që të bënin më shumë zbulime dhe shpikje të cilat do ta kompensonin këtë pikë krize, Malthusi dhe trashëgimtarët e tij më vonë, pra neo-malthusianët që u përmenda më lart, e dinin se perandoria britanike që e punësoi atë për të shkruar këtë libër nuk do të ekzistonte kurrë nëse do të çlirohej kjo fuqi e madhe krijuese nga më shumë njerëz. Në vend të kësaj, Malthusi mbështeti ftoftë eliminimin
e të papërshtatshmëve, siç theshte ai, për t'i hapur rrugë më të përshtatshmëve. Duke mos qenë njaftë në ullësitë e gjuhës së re moderne të shekullit të 21, Malthusi ka shkuar aq larg sa ka propozuar që edhe fëmijët të vdisnin. Ai thotë, të gjithë fëmijët që lindin përtej asaj që do të kërkohej për të mbajtur popullsinë në një nivel të dëshiruar, duhet domosdoshmërisht të vdesin, përveç nëse u krijohet vend atyre nga vdekja e personave të rritur. Prandaj ne duhet, edhe të rriturit duhet jetojnë sa më pak, sipas tij. Prandaj ne duhet të lehtësojmë në vend që të përpiqemi pa mend dhe të pengojmë më kot veprimet e natyrës në prodhimin e kësaj vdekshmërie, thotë Thomas Malthusi. Duke i ripaketuar supozimet e Malthusit në një sistem kompjuterik më kompleks, këta neomalthusianë që i përmendëm më lart, donin të krijonin një lëvizje të qëllimshme, të turpshme, ku të shkojë drejt vetasgjësimit midis një brezit të tërë, të brezit të ashtu quajtur baby boomers. Nëse supozojmë se progresi teknologjik ka mbaruar, atëherë me siguri do të duket se një sistem i mbyllur me burime të fiksuara dhe të kufizuara mund të menaxhohet vetëm nga një elitë teknokratike që zgjes se kush merr fitime në rënie, ndërsa bota vendoset në një ekuilibër matematik imagjinar të qëndrueshmërisë. Për fat të mirë të njerëzimit, realiteti rrallë përputhet me idealet pesimiste të racistëve dhe imperialistëve. Ju lutem foton tjetër të Thomas Malthusit me një grafik ku në krah djathtë. Pra në grafik janë dy vijat, vija e popullatave dhe vija e burimeve, ku populatat rriten gati vertikalisht me shpejtësi, ndërsa burimet është ajo vija me trash e cila ecën në mënyrë uniforme nga e majta të djathtë. Lidhja me zinxhir e Prometeut do ta quanim ne asetin e trajnuar prekosh në Londër dhe bashkëpunëtorin e ngushtë të kryeministrit të Kanadas, Pierre Trudeau, i cili së bashku me Maurice Lamontagne ishte antar i klubit të Romës dhe ish president i Këshillit Privat. Nga të gjithë antarët e klubit të Romës, Lamontagne ishte më i sinqert në identifikimin e armikut më të madh të tokës si vetë kreativiteti njerëzor. Ai shkruante në atë që quhet raporti Komitetit të Senatit në vitin 68-72, e cila në fakt do të reformonte financimin dhe planifikimin e politikave shkencore. Ky shkruante: natyra imponon kufizime të caktuara mbi vetë teknologjinë dhe nëse njeriu vazhdon të injorojë këto kufizime, efekti neto i veprimit tim planin afatgjat mund të jetë zvoglimi në vend që të rritet potenciali natyrës si ofruesja e burimeve dhe e hapësirave të banueshme. Atëherë, thot ai, lind një pyetje e qartë: si mund ta ndalojmë kreativitetin e njeriut? Ai pranonte se dëshira për të zbuluar të panjohurën është e integruar në gjendjen njerëzore, dhe Lamontagne i përgjigjet pyetjes së tij duke shkruar më tej nga këto që kemi përzgjedhur ne nga materialet e tij. Si mund të shpallim një moratorium mbi teknologjinë? Është e pamundur të shkatërrojmë njohuritë ekzistuese, e pamundur të paralizojmë dëshirën e lindur të njeriut për të mësuar, për të shpikur dhe për të inovuar. Në analizën përfundimtare, ne zbulojmë se teknologjia është thjesht një mjet i krijuar nga njeriu në ndjekje të aspiratave të tij të pafundme dhe nuk është elementi i rëndësishëm që pushton mjedisin natyror. Është vetë rritja materiale që është burimi i konfliktit midis njeriut dhe natyrës. Kreativiteti dhe frytet e tij në fakt të progresit teknologjik, sipas Lamontagne, janë të pranueshme vetëm nëse e zvogëlojnë konfliktin e supozuar midis njeriut dhe natyrës. Ai thot më tej, teknologjia e keqe në formulimin e tij ka efektin e rritjes materiale të njerëzimit, domethënë fuqisë së produktivitetit. Nga ana tjetër, nëse promovojmë teknologji me dëndësi të ulët të fluksit të energjisë, siç janë mullinët me erë, panelet diellore dhe biokarburantet,
të cilat çojnë në zvogëlimin e fuqisë së njeriut për të ekzistuar, atëherë teknologjia mund të përkufizohet si një gjë e mirë sipas kësaj logjike. Pra, ja ku dolëm ke energjia e gjelbër që e quajnë këta dhe qëllimet pse këta po futin këto lloj teknologjish të mullimve me erë. Pra, kjo është për të promovuar teknologji me dëndësi të ulët të fluksit të energjisë. Pra, uli energjinë popujve, energjia është fuqi. Fuqia është rritje ekonomike do të thotë rritje e numrit të popullsisë ose ruajtje e numrit të popullsisë, gjë për cilën këta nuk janë dakord. Ky koncept për këto agenda tjeshile u mbështet nga një tjetër antar i klubit të Romës dhe bashkëpunëtori La Montagne në raportin e tij të Senatit i quajtur Aumont Soland. Ky e ka zhvilluar karrierën e tij si këshilltar shkencor i Lord Mountbatten, që është siç u thash princi i Hollandës gjatë luftës dytë botërore dhe që ka drejtuar, pra ky ka qenë këshilltar gjatë luftës dytë botërore për Lord Mountbattenin dhe drejtoi departamentin e kërkimeve të mbrojtjes deri në vitin 1957, ku bashkëpunoi me atë që quhet Mac Ultra së bashku me Evan Cameronin në Universitetin McGill. Soland tha me sofizëm: ju lutem, hiqeni foton dhe vendosni foton e Edmond Soland, që ja u kam dhënë ku është Aumont Soland. Ky ka thënë, nuk kam nevojë për të avancuar shkencën. Nevoja është përkundrazi të kuptohet, të udhëhiqet dhe të përdoret shkenca në mënyrë efektive për mirëqenien e njerëzimit. Çfarë përcakton mirëqenien e njerëzimit në mendjen e një Mac Ultra? Ultra përkrahasi duhet të drithërohet, në qoftë se e kupton këtë pyetje. Në përgatitje për rendim post-industrial që u shlirua me luatjen e dollarit amerikan vitin 1971, pra me ato që quhen marrëveshjet smithsoniane, ku presidenti Nixon hoqi bazimin e dollarit mbi arin dhe filloi të quante edhe arin e zi vlerat e tij në llogari për të emetuar dollarin amerikan. Madje ai bëri një marrëveshje me vendet arabe, të cilat kishin dhe ato aksione dhe që e shisnin vetë naftën e tyre, ju kërkojnë në marrëveshjet smithsoniane që çdo pikë nafte e dal nga vendet e lindjes së mesme për të tregtuar duhet të tregtoheshe vetëm me dollar, që të justifikoheshe emetimi i dollarëve bazuar jo vetëm mbi arin, por dhe mbi arin e zi. Pra, këto marrëveshje shkatruan atë që quhen marrëveshje e Bretton Woodsit, që kishin vendosur shtyllat e sistemit financiar botëror mbas luftës dytë botërore. La Montagne përcaktoi që Mençuria e re, pra e rendit post-industrial, të mos synonte me zbulimet në shkencat atomike, mjekësore dhe hapësinore në mënyrë që të përqendrohen në përpjekje më praktike inxhinierike. Ai propozoi që financimi i shkencës të zvogëlohet duke zgjeruar për kufizimin e vetë shkencës për të përfshirë shkencat humane, ekonominë monetare dhe shkencat shoqërore. Këto programe më pas filluan të thithnin fondet që më parë ishin drejtuar për kërkime mbi shkencën e pastër. La Montagne deklaroi këtë në vëllimin e parë të raportit të tij, ku theksonte: Mençuria e re përshkruan që përpjekjet shtesë të kërkim zhvillimit t'i kushtohen shkencave të jetës dhe shkencave shoqërore në vend të shkencave fizike, objektivave ekonomike dhe shoqërore në vend të kuriozitetit dhe zbulimit. Qysh nga kjo periudhë, kur filluan këto agenda tjeshile, u hoq rëndësia mbi shkencat eksakte që rrisnin shpjellimin e teknologjisë dhe ulnin madhësinë e produktit kombëtar dhe u bu theksi që këto investimet të bëheshin mbi shkencat shoqërore. Mendoj që ta mbyllim këtu sepse ka
hiqe foton sepse ka materiale të tjera pa fund në lidhje me këtë temë të cilat mund t'i trajtojmë përsëri në një stat pak më të lartë në një emision tjetër. Duke menduar që kemi qenë konkret dhe të thjeshtë në këto që kemi trajtuar në një mënyrë të kuptueshme, mendoj se kemi hapur një dritare në një koncept ndryshe nga i koncepti zyrtar në lidhje me ato prallat që na tregojnë për ngrohje globale, për shtimin, saptimin nga uji të sipërfaqes tokës. Të gjitha këto kjo ka ndodhur sepse shkrin akullnajat, po akullnajat dihet që kanë 57 poshtë akull, qofse ato shkrin, masa e akullit poshtë është më e madhe se uji që ato prodhojnë. Pra në qofse ato shkrin, uji duhet të tërhiqet, jo të shtyhet. Pra janë disa gënjeshtra që këta nuk na mbushin dot mendjen dhe njëkohësisht unë mendoj që toka është e sheshtë, ka firmamentin dhe firmamenti ka 2 porta të mëdha dhe është me ujë nga lart, prandaj është blu gjithë qielli, është me ujë nga lart, me ujë nga poshtë dhe sa herë që presioni i ujit rritet lart dhe bie niveli në enën e tokës, në enën e sheshtë, atëherë nga lart hapen portat të cilave u rritet presioni i ujit dhe ka shkarkime mbi pjesët fundore të oqeaneve pranë akujve të kontinentit të Atlantidës, i cili e rrethon tokën si anët e tepsisë që nëna tona bëjnë byrek ose gratë tona bëjnë byrek. Anët e tepsisë janë pikërisht akullnajat që s'lënë që ujërat të ikin dhe të derdhen. Bota është më e çuditshme se sa e mendojmë ne dhe nuk është 100% ashtu siç e dim ne. Ndoshta secili nga ne duhet, pasi dëgjon diçka të re, të mendohet dhe të thotë, prit, sa më ignorant ti je, aq më shumë thua, nuk është kështu, unë e di, unë e kam bërë në shkollë, unë e di, dhe do fillojnë tash dhe këtu komentet. Si thot, ka një shprehje të bukur ai Fanoli kur flet për ato 5 marrëzitë e shqiptarëve, nuk e di si i quhen, edhe një nga këto është marrëzia kur thoti që shumë njerëz nuk din, po sa më shumë që s'din, aq më shumë këmëngullin që ata i din të gjitha. Filloni tash komentet. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mos harroni ta ngrini Sizifin deri këtu ke telefoni kur të shikoni, edhe me mundim të madh sizifik të bëni një subscribe. Të bëjmë 10.000 veta deri në fund të muajit. Është një shifër shumë e vogël që mund të bëhesh për gjysmore në qoftë se ata që na ndjekin janë pasues të agjendave të mia. Çdo indiferent nuk është një mik yni i mirë, por është një indiferent. Edhe një herë nga unë Alfred Sako, natën e mirë.